Tregu kryesor i shitjes me pakicë të frutaperimeve në Lushnjë është braktisur nga shumë tregtar ambulant. Nga një vëzhgim i bërë sot me kamerën tonë në treg, 50% e tezgave të shitjes janë bosh. Çmimet e larta si dhe rënja e fuqisë blerëse janë dy ndër arsyet kryesore të braktisjes së tregut. Aktualisht 1 kilogram domate në treg shitej nga 160 deri në 200 lek, 1 kilogram patate 80 lek, kungulli 150 lek, sallata 80 lek, preshi 80 lek, molla nga 100 deri në 150 lek, speci nga 250 deri në 300 lek për kilogram. Malli është pak i shtrenjtë, e fuqiblerëse nuk ka. Rrim po thuash ka gjithë ditë këtu me 20-30 mijë lekë xhiro, do hedhësh 4-500 lekë, nuk do bësh 20-30 mijë lekë xhiro. Për gjithë ditë të ftohtë. Ka çmime të larta. Nuk kanë lekë. Ja, nuk kanë lekë. Ja çmime të larta. Ne kemi 25 vjet këtu orti. Po blerjet kanë rënë fare se s'ka fuqi blerëse. Çmimet nuk janë dhe shumë shtrenjta. Çmimet janë normale. Por fuqi blerëse nuk ka. Po shitja tani s'ka shitje. Ja është malli shumë shtrenjtë. Atë tregu mall s'ka asnjë lloj gjeje atje. S'ka çfarë merr, e ke gjitha janë ngritur djarat. Kështu dhe njerëzit s'marrin ikin. Po për të përballuar ne si përballojmë do dihet, po tani periudha dihet që janë çik të shtrenjta. Si për lulen, brokulin apo patrigjanin. Megjithatë janë gjitha zinxhir problemi këtyre, se si për fermerët, se unë jam vetë fermere, edhe për konsumatorët, po më shumë e vuajmë si fermerët edhe konsumatori. Shumë të shtrenjta janë, po çfarë do bëj? Duhem thanë, jam të domosdoshme. Ja, shiko çfarë kemi marrë. 2500 lekë vetëm këto. Faleminderit. Tregu i Lushnjës, ku u investuan mbi 45 milion lekë të reja vitin e kaluar, e ka humbur funksionin për të cilin u ndërtua. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në eventin Matchmaker Albania 2025, ku ishin të ftuar mbi 1000 pjesëmarrës nga 37 shtete, përfshirë investitor, agjenci të zhvillimit dhe eksportues shqiptar për investimet në turizëm, pasuri të paluajtshme dhe infrastrukturë. Rama ftoi investitorët dhe agjencitë të investojnë tani në vendin tonë, duke përfshirë edhe zonat malore të vendit. Keni ardhur tashmë këtu, ndaj nuk keni nevojë të bindeni për të ardhur, por dua të them thjesht për çdo që ka ardhur të hedhë një sy këtu, duhet të kuptoj që kjo është koha për të investuar në Shqipëri. Është koha për të bler, qoftë edhe një gur në Shqipëri, sepse nesër do t'jetë vonë. Nesër të gjithë do duan të vinë, të gjithë do duan të blejnë dhe do t'jetë shumë e shtrenjtë për shumicën prej jush. Kështu që çfarë doni të bleni, blejeni tani. Çfarë do doni të bëni, bëjeni tani. Sa do të doni që të bëni në fitime, bëjeni tani, sepse është një moment në kohë ku Shqipëria nis të lullëzoj dhe ende nuk është plotësisht e njohur për potencialin që ka dhe për mundësitë e jashtëzakonshme, por kur të gjithë ta marrin vesh, nuk do t'jetë kaq e lehtë sa që është sot, edhe pse dje ka qenë më e lehtë. Kurse kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një takim konsultativ me dhomën e tregtisë dhe industrisë Tiranë dhe shoqatat e biznesit, ku prezantoi programin e biznesit. Berisha theksoi taksën e sheshtë që do të jetë 10%, ulje e detyrimit të sigurimeve shoqërore, po ashtu TVSH-ja do të zbresë në 15% nëse Partia Demokratike fiton zgjedhjet. Ne jemi dhe mbetemi të zotuar para biznesit për një revolucion të ri të vërtet fiskal. Ne besojmë se parat në kontot e tyre janë më të vlefshme për shoqërinë dhe qytetarët se sa në kontot e qeverisë, mbasi kjo jep mundësi të mëdha punësimi, zgjerimi të aktivitetit, ndaj dhe ne do të
kalojmë në një sistem fiskali në cilin së pari stabilitet i atij sistemi. Kodi nuk do mund të ndryshohet siç është ndryshuar gjatë këtyre viteve me ndikime nga më absurdet, por kodi do miratohet në fillim të 4 vjeçarit dhe ai kod veç se nëse pëson në një përmirësim, por nuk mund të ketë keqësi, do merret a priori e drejtë dhënë për investitorin, për biznesmenin dhe nuk mund të ndryshojnë në disfavor të tij. Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur nga rubrika Sy më sy me lajmin se ka përfunduar procedura për mbylljen e platformës TikTok në telefonat smart. Gjithashtu e ka paralajmëruar se përdorimi i VPN-s është i rrezikshëm dhe se hakerat do bëjnë namin. E kam informacion dhe e kam edhe si këshill, sugjerim për gjithë ata që do dëgjojnë fjalën VPN falas, mos i hyni asaj rrugës sepse VPN falas janë hapja e shtegut për të humbur të dhënat që keni në telefon, sepse hakerat janë aty gati t'ja u glëbërojnë të dhënat e telefonit. Dhe i them të gjithë prindërve kujdes me telefonat, sepse nëse fëmijët ju fusin VPN në telefon, ju morën qafë. Kujdes me telefonat, TikToku me VPN është hapja e rrugës për hakerim. Okej, falas dhe pastaj është një darë që e ka bishtin mbrava shumë të madh, shumë të gjatë. Faleminderit. Numrin 5 edhe mirë se të shihemi. Bashkimi Evropian po hyn në fazën përfundimtare për euro digjitale dhe do të përfshijë një mori opsionesh përdorimi për qytetarët e Bashkimit Evropian. Sipas Bankës Qendrore Evropiane, qëllimi i nismës është ta bëjë atë sa më afër keshit për sa i përket privatësisë, sigurisë dhe aksesit. Por a do të shfuqizohen parat e gatshme? Pavarësisht garancive, disa palë të interesuara mbeten të shqetësuara për hartimin dhe domosdoshmërinë e tij. Eurodeputeti gjerman Patrick Breyer në mars 2024 paralajmëroi, kjo luftë e BE-s për parat e gatshme do të ketë pasoja të pakëndshme. Për mijëra vjet, shoqëritë në mbar botën kanë jetuar me para të gatshme për mbrojtjen e privatësisë. Me eliminimin gradual të keshit, ekziston rreziku i normave negative të interesit dhe rreziku që bankat të mund të ndërpresin ofertën monetare në çdo kohë. Varësia nga bankat po rritet me ritme alarmante. Kjo lloj heqje e së drejtës ekonomike duhet të ndalet. Vitet e fundit dhe veçanërisht pas pandemisë COVID-19, pagesa digjitale dhe blerjet online janë rritur në Eurozon, ndërsa parat e gatshme kanë rënë si përqindje e përgjithshme e pagesave nga 72% në 59% midis 2019 dhe 2022 dhe numri i kartmonedhave në qarkullim ra për herë të parë vitin e kaluar. Pas kësaj tendence, në tetor 2021, Banka Qendrore Evropiane filloi një fazë studimi mbi mundësinë e emetimit të monedhës së saj digjitale të Bankës Qendrore Eurodigjitale për të ofruar një formë shtesë të paras publike në zonën e euros. Në qershor 2023, Komisioni i Bashkimit Evropian propozoi kuadrin ligjor që mund t'i hapë rrugë Bankës Qendrore Evropiane për ta bërë realitet planin digjital të euros dhe tani i takon ligjvënësve evropian ta finalizojnë atë. Nxitimi i Bankës Qendrore Evropiane për të zhvendosur qytetarët evropianë në tregjet elektronike shihet nga disa si një përpjekje për të hequr efektivisht parat e gatshme, veçanërisht kur kombinohet me ligje gjithnjë më të rrepta për përdorimin e tij, zakonisht në emër të luftës kundër parasë së zezë, siç ishte ai miratuar në fillim të vitit dhe që ngjalli shumë reagime. Heqja e bankave dhe ATM-ve i hap rrugë heqjes së parave të gatshme. Vendet nordike po udhëheqin rrugën në adoptimin e një të ardhmeje pa para, ndërsa vende si Armenia, Gjeorgjia dhe Gjermania kanë mbetur prapa. Vendet nordike të Evropës po ecin shumë shpejt drejt një të ardhmeje pa para, sesa pjesa tjetër e Evropës sipas analizave të reja. Një faqe interneti norvegjeze e informacionit financiar përpiloi të dhëna nga banka botërore. Eurostat dhe banka të tjera të disponueshme publikisht për të shqyrtuar sa i përshtatshëm ishte çdo vend evropian për t'i lejuar njerëzit të paguanin pa para.
Ata vlerësuan numrin e ATM-ve dhe terminaleve të pagesave të disponueshme për 100.000 banor, kufirin që mbajtësit e kartës mund të shpenzojnë gjatë blerjeve pa kontakt dhe numrin e njerëzve që kryejnë transaksione bankare në internet. Më pak ATM do të thotë se ka më pak para në vend dhe një numër më i madh terminalesh pagesash do të thotë se ka më shumë infrastrukturë për transfertat elektronike. Analizat e tyre treguan se Norvegjia është më e përgatitura për një të ardhme pa para. Ajo ka një nga numrat më të ulët të ATM-ve dhe rreth 96% e popullsisë bën banking online. Sipas analizës, Finlanda dhe Danimarka vinë e dyta dhe e treta në analizë, sepse kanë më shumë ATM se Norvegjia dhe pak më pak terminale pagesash, por afërsisht e njëjtën përqindje të njerëzve që përdorin banking online. Holanda, Suedia, Islanda, Estonia, Lituania, Çiproja dhe Zvicra plotësojnë 10 shenë e parë të analizës.